Në Vlorë është organizuar për 3 ditë me radhë kampionati kombëtar i boksit për grup moshat U15 në palestrën e Mundjes ku mbajt ky aktivitet. Kjo është shënoi edhe për mbylljen e kampionatit. Flamurtarit e Uta, Tirana dhe Vllaznia ishin rivale. Trajneri i Flamurtarit Gëzim Zeneli thekson se me mbështetjen e klubit Shumë Sport është Flamurtari, aktiviteti organizuar në mënyrën më të shkëlqyer për t'i dhuruar Vlorës një trofe tjetër të rëndësishëm. Boksi si gjithmonë ka pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Është sporti që duan shumë në Shqipëri. Është sport që ka interes nga gjithë qytetarët shqiptarë. Dhe nga niveli i sportit, se Vlora tash është qytet me traditë, është qytet që nuk ka aktivitet dhe në takime ndërkombëtare dhe kombëtare që mos i sjellin medalje qytetit tonë, dhe prandaj dhe kjo pjesëmarrje është tepër e madhe dhe e dashurojnë në këtë qytet boksin. Organizimi i këtij kampionati në Vlorë sipas Zenelit është edhe një vlerësim për qytetin bregdetar, por ai tha se do të sjellë së shpejti në qytet edhe kampionatin e të rriturve. Pa diskutim në këto momente kaq të mira dhe të bukura, është një vlerësim për qytetin tonë që federata jonë ka bërë. Megjithatë do të sjellë dhe kampionatin e të rriturve në qytetin e Vlorës. Sekretari i Federatës Shqiptare të Boksit Enea Kovaçi thotë se ky kampionat ka disa vite rresht që po zhvillohet në Vlorë, me idenë se është një sport që mbështetet. Kovaçi tha se Vlora ka traditë në sportin e boksit. Kemi ardhur në Vlorë për zhvilluar kampionatin kombëtar U15, i cili tashmë ka disa vite rresht që zhvillohet në qytetin e Vlorës, me idenë që është një sport që duhet mbështetur dhe që gjen vendin në Vlorë, sepse është një nga palestrat që ka traditë në sportin e boksit. Pjesëmarrjet në këto momente ka qenë shumë e mirë, si çdo vit. Edhe këtë vit kemi goxha pjesëmarrje në këtë grup mosh, çka është një ugur i mirë për ne, që do thotë që e ardhmja e boksit është e sigurt. Në këtë aktivitet për boksierët U15 kanë marrë pjesë edhe boksierë vajza, të cilat kanë qenë në disa skuadra. Boksierët vajza përgjithsisht i kemi në mangësi, trajnerët gjithë secili, sidomos pjesa e Tiranës, e Durrësit, janë munduar të kafuzin këtë risi, që të ketë pjesëmarrës në kampionat dhe si vajzat. Megjithatë, kjo është për të parë, pasi prindërit stepen pak për të futur vajzat për të bërë boks, dhe neve jemi munduar që të tregojmë që boksi është sport i cili të ndihmon më shumë në edukatë sa të ndihmon më shumë në kultivimin e dhunës. Pas këtij kampionati, Flamurtari për U15 vjeçarët u shpall kampion. Teuta u rendit në vendin e dytë, ndërsa Tirana mbajti vendin e tretë.